Tashe një kohë klinika e onkologjisë përballet me mungesë të disa barnave. Një prej tyre është tableta Amisrazole, e cila kushton rreth 12 euro. Një pacientje me sëmundje maligne pa dashur ta zbuloj identitetin tha për atë vënë se ka 4 muaj që detyrohet ta blej atë. Që 8 muaj jam e operuar që 4 muaj. E kam oksigenin mekanjak kështu e kam. Në anën tjetër, drejtori i onkologjisë bën të ditur se kërkesën për furnizim me 8 lloje të banave e kanë bërë para një viti dhe janë në pritje. Furnizimi me bana vitin 2024 ka qenë shumë i mirë dhe kemi pas kohë kur ne kemi qenë furnizuar gjatë gjithë vitit, pra me një mesatare mbi 80-90%, ndoshta në një muaj 92%. Por në këtë vit do të kemi vonesa për shkak të operatorëve ekonomik në sjelljen e këtyre banave. E për terapitë që mungojnë, ai shpreson që së shpejti të hapen procedurat. Dhe vjet kemi pas është kontraktu nga Ministria e Shëndetësisë përmes UNICEF-it, kurse këtë vit jemi prapë në pritje që procedurat të realizohen qoftë nga banatorët qendrore ose nga Ministria dhe ne këto bana pa autorizim marketingu dhe bana tjera të cilët i kemi në kuadër të listës por të planifikuara të i kemi në klinikë sa më shpejt. Në 2 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar rreth 360 raste të reja me kancer.